e dëgjova një deklaratë të ti, ku ai tregonte një prall për një Gjerman, i cili kishte thënë që shqyqyr që e kemi Kosovën e mund vi aty për azil nëse na sulmon Rusia. E kuptoni çfarë tallje është kjo me qytetarët e Republikës Po shragimin që Kosovës? keni pas në rrjetet A kuptoni sa e rëndë është kjo? Kjo është në rregull me bo një komedian, po një kryeministër me u tallë në këtë formë. Tash kjo ose po tallet keq, ose vërtet jeton në një univers paralel në të cilin ajo është mbreti, sundimtari dhe Kosova është fuqi bërthamore. Kush e mbron Kosovën sot? Sigurisht që e mbrojmë edhe ne, mirë po e mbrojnë më shumë se çka do tjetër aleancat, e mbrojnë edhe NATO, ku Gjermania është pjesë e rëndësishme e infrastrukturës së re ushtarake politike e të sigurisë. Thatë, i përmeni, këna mënarë së pjesë veçantë të deklaratat. Si e komentot, tha, po dojna me bo, tha, edhe aviokompaninë shtetnore, edhe ju tha, këthenu me rgjimtarve, vazhdojni mu këthy me jetu në Kosovë, po presë mu këthy. Si e po deklaratën për aviokompani? Janë deklarata këto cilat zoti Kurti pi para pregadit për çështjen e zgjedhjeve, apo jeton me një univers paralel? Që shë bëhet krasinë? Shumë është, sinqerisht është e frikshme, jo vetëm e papërgjithshme, po është e frikshme kur dëgjon deklarata të tilla aq jo serioze nga ana e një njeriu që ka aq shumë pushtet tani e 6 vite në Kosovë. A po mendon zoti Kurti që qytetarët nuk po kthehen pse ne nuk kemi aviokompani shtetërore? Qytetarët po e shohin realizimin e ëndrave të tyre jashtë Kosovës, se jeta është bërë tepër e vështirë. Çdo ditë shohim pamje nga qendra klinike universitare. Përkundër mjekëve e motrave që unë besoj që mundohen me bë punën e tyre mas mire, u mungojnë barnat bazike. A e dini sa janë ngarku qerdhet dhe shkollat publike në Prishtinë, e jo vetëm Prishtinë, po kudo në Kosovë, se nuk ka objekte të reja. Qerdhet private janë shumë të shtrejta, nënat e reja po detyrohen me ndërprej punën, sepse është e pamundur edhe ta dërgosh fëmijën qerdhe, edhe të shkosh vetë në punë, edhe të mbetet diçka në fund të muajit. Jeta është bërë shumë e shtrejtë, e në vend se që të trajtoj problemet, sfidat e mëdha që i kanë qytetarët e Kosovës, ky tregon pralla. Një vendim fare të thjesht nuk e ka marrë heqjen e TVSH-s për energjinë, për faturat e energjisë elektrike. Nuk është pak për një familje kosovare heqja e TVSH-s në energji. E kam bërë pothuajse të gjitha vendet e rajonit e të Evropës, e pam kryeministri i ri britanik tha që do ta bëj edhe ai me njëherë posa ta merr detyrën. Pra, nuk po kërkojmë nga Albin Kurti as mrekulli, as me shpik rrotën, thjesht të përdor mekanizmat institucional në funksion të përmirësimit të jetës qytetarëve të Republikës Kosovës. Me cilat Kurti kishë më rikëthy prapë PDK-ja në tavolinë me zotin Kurti? Apo është e prej me kësë qështë se konsiderani që kjo nuk është interesu me gjithashtë një farsë? A ka naj mundësi, ne kush, me cilat Kurti kishë PDK-ja në tavolinë? E shohem të pamundur, se dëgjoha nuk është, si të themi, ne kemi thonë vazhdimisht edhe jemi kritiku ndonjëherë, kur kemi deklaruar që ne nuk kemi vijat kuqe. Albin Kurtin e kanë votu qytetarët e Republikës Kosovës në masë të madhe. Dhe ne për hir të respektit për votuesit tanë, ne kemi shku dhe jemi taku me to. Nuk ka reflektuar as pak. Është po i njëjti që ka qenë para 6 vitesh, para 20 vitesh, e kështu me radhë. Një njeri dogmatik, i cili konsideron që është pronari absolut edhe i të së vërtetës, edhe i interpretimit në mes të mirës dhe të keqës, të drejtës dhe të padrejtës. E kemi po në këto 6 vite, me qëfar lehtësiet padurushme, ai dhe eksponentët e ti kanë etiketuar, kanë sulmuar, kanë përbaltur, këdo dhe secilin që nuk është pajtuar me të, dhe vidanë shumë e rëndësi. Kjo lloj mendësie i ka shkaktu dëm të madh Kosovës, dhe kur po flas për dëm, nuk po flas thjesht për dëmin institucional, se ai riparohet me një akt, me një ligj, me një vendim. I
ka shkaktu një dëm të madh shoqëror. Përmbysje e vlerave, përbaltje e secilit dhe çdo gjëje. Unë javën e kaluar, Fidan, dhe po e thëmë për herë të parë këtu të ju, publikisht kam qenë në prokurori,